Jo, sepse teksti Ahtisarjani Kushtetues është pikërisht mbi baza etnike i shkruar. Okej. Kurse parimet e qytetarisë, e shtetit qytetar, nuk pranojnë etni, ndarje etnike, komunitete, po pranojnë vetë qytetarin në qendër të shtetit, por natyrisht që gjatë procesit vjenës, negociatave me bashkësinë ndërkombëtare që e tha i diri që na kemi bën një kontratë me Perëndimin, përkatësisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E tjerët ju kanë bashkangjitë kompozicionit trenit amerikan, evropian të kanë fjallën. Aty, praktikisht Kosova, delegacioni junë, ai ekipi unitetit që i kanë thonë, është gjetë para një sfide, këmbim të drejtave shtesë për serbët me pavarësi kombëtare. Por, ideja që teksti Ahtisarjani Kushtetues të etnizoj shtetin ka qenë e palës tjetër, jo e jona. Se për ne ka qenë shumë ma efektive me qenë një kushtetutë qytetare, një shtet qytetare. Por serbët nuk kanë pranu sepse ideja e etnike ose e kombit etnik në Ballkan është më fuqishme në Serbi. Në është kombi kulturor gjerman, cilin e kanë marrë mas pari sërbë, mas anej Ballkanasit tjerë. Se na jemi si shqiptarë ma të vëndshmit në këtë historinë e kombkrijimit. Sidoqoftë, ky tekst i Ahtisarit deri sot i ka përmbush nevoja